A do të guxonim ne të ishim si Danieli, me besimin tonë. Nëse besimi ynë do na sfidohej në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme, siç u sfidua dhe Danieli, a do të ishim neve në gjendje të qëndronim besnik parimeve tona, atyre gjërave që neve besojmë. Siç e dim, ti besosh Perëndis, e nuk mund ta provojmë në një laborator apo në një të bëjmë ndonjë analizë ose të bëjmë një diçka që ta provojmë a është e vërtet apo jo. Siç bëjmë me gjërat e tjera. Por Danieli zgjodhi që në fillim që ti besonte Perëndis. Neve ftohemi që të kemi një marrëdhënie me Zotin, një marrëdhënie të tillë, nuk e di a është termi i dur marrëdhënie apo jo. Por nëftohet që të kemi pagzohemi, ne marrim frymën e shenjtë. Edhe Pali dhe thot gjithashtu te Korintasit që ne jemi tempulli i Perëndis. Çfarë do të thotë kjo për ne? Do të thotë që Perëndia ka zgjedhur që ne që ai të banoj tek ne. Perëndia do të banoj tek ne. Gjithashtu Pali na shpjegon edhe tek Efesianët, kur thot mos e ligështoni frymën e shenjtë, kur neve përballemi me zemërimin, ose kur kemi të bëjmë me gjëra që na kanë lënduar ne dhe si përballemi me to. Pali thot, sëmrohuni, por mos lejoni diellin tuaj të perëndoj. Pra mos e ligështoni frymën e shenjtë, sepse nëse si ligështohet fryma e shenjtë, duke bërë mëkat, edhe duke mos lejuar që ose duke zgjedhur që fryma e shenjtë mos banoj më tek na. E duke patur këto gjëra parasysh, pra të kesh, nuk e di si dikujt kur u shpreha në këtë lloj mënyre, të kemi marrëdhënie me Zotin, marrëdhënie duket diçka nuk e pëlqeu, nuk e di për juve, por të jesh me Zotin, të jesh për Zotin, të jetosh për Zotin, të kesh paqe me Zotin. Edhe Danieli kishte këtë lloj fuqie që ai ishte në gjendje që të kishte paqe në të gjithë të kohë persekutimesh që ai u përball. Ne lexuam kapitullin e parë Danielit, edhe aty sfidat filluan me ushqimin. Çfarë ishte sekreti tek ushqimi? Nuk ishte gabim, por fakti që ai po i dedikohesh mbretit. Edhe ata e rrisnin, e ngrinin mbretin deri në shkallën e të qenit perëndi. Edhe nëse ti do zgjidhe të haje ushqimin që ai mbreti kishte caktuar, ti do të vajesh adhuruesi i tij. Edhe pikërisht për këtë gjë Danieli me shokët e tij zgjodhi këtë që mos të hante ato lloj ushqimi. Tha, na jepni perime, s'ka gjë. Siç e dim, Bibla është e mbushur me histori të shumta, pra me burra që edhe gra të cilat ja vlejnë vëmendjen tonë, që marrim shembull edhe ne të bazohemi tek ta. Danieli, që në kapitullin e parë neve pam që ai zgjodhi që të ishte me Perëndin. Te kapitulli 6 sfida u bë më e madhe sepse ai i thanë që shikon, që lexuam 10 vargjet, që ata satrapët ishte fjalë në arabisht, nëse juve lin pyetje, çfarë do të thonë? Pardon? Jo, satrapët ishin si guvernator, që ata administronin zona të mëdhaja, i caktuar, për shembull siç
siç neve kemi sot kryetar të bashkisë, ata kishin qarkun, ishin goxha të mbyllur. Edhe ta u mlodhen për të vendosur, për të thurën një plan kundër Danielit, sepse te kapitulli 6, kapitulli 6, vargu 3, Danieli shkëlqente mbi prefektët dhe satrapët e tjerë, sepse ai kishte një frym më të lartë dhe mbreti mendonte ta vendoste mbi tërë mbretërinë. Pra, Danieli do të vendosej mbi satrapët, edhe do ishte ose mbi guvernatorët. Edhe këta sigurisht që nuk pëlqen. Edhe siç rëndonte edhe sot që luftohesh në të gjitha krahat që ti mos të arrihesh ose mos të ngrihesh në detyrë. Ata vendosën një dekret, vargu 7, tërë prefektët e mbretërisë, qeveritarët dhe satrapët, këshilltarët dhe komandantët këshilluan bashkë për të nxjerrë një vendim, goxha turme madhe, drejtuesish, ranë dakord për të nxjerrë një vendim mbretëror dhe për të bërë një dekret të prerë, në bazë të cilave kushdo që gjatë 30 ditëve do t'i drejtojë një kërkesë cilësëdo perëndia e njeriu përveç teje o mbret, të hidhet në gropën e Luan. Edhe pikërisht këtu, mbretit po i pëlqeu. Kur Danieli mësoi që dokumenti ishte nënshkruar, hyri në shtëpinë e vet, pastaj në dhomën e tij të sipër me dritarin e saj të hapura në drejtim të Jeruzalemit, 3 herë në ditë gjunjëzoi, lutej dhe falenderonte Perëndinë e tij siç e bënte zakonisht më parë. Edhe pikërisht të gjë donin ata. Dhe vargu 12, duke filluar që nga vargu 11, ata e gjetën Danielin duke bërë të tilla ose që po lutej. Edhe shkuan tek mbreti, kërkuan mbretit që ata që ta hisin në gropën e luanëve. Vargu 16, atëherë mbreti u dha urdhër dhe Danieli u çua tutje dhe u hodh në gropën e luanëve, por mbreti i foli Danielit dhe i tha: Perëndia yt, i cili ti i shërben vazhdimisht, do të vijë vetë të shpëtojë. Kjo tregon edhe për besimin që mbreti kishte krijuar. Kapitulli 6, vargu 16. Pastaj collën një gur dhe e vu në grykën e gropës. Mbreti e vulosi me unazën e tij, me unazën të mëdhenjve të tij, në mënyrë që vendimi i tij lidhur me Danielin të mos ndryshohej. A u kujton ndonjë gjë kjo vendosja e gurit në gropën e tij që madhe është një lloj si guri i madh që u vendos në varrin e Jezusit. Danieli u vulos nga mbreti dar që mos të hapej, nuk mund të hapej pa urdhërin e vet mbretit. E njëjta gjë edhe me Jezusin kur u varos atje. Edhe vulosën me ulën e mbretit. Të nesërmen mëngjes, mbreti u zgjuar shumë herë dhe shkoi në nxitim në gropën e luanëve. Me të arritur pranë gropës, thirri Danieli me zëmërthyer. Mbreti filloi t'i thotë Danielit: Daniel, shpërblori i Perëndisë gjallë, Perëndia yt, a ka mundë të shpëtojë nga luanët? Atëherë Danieli i tha mbretit: O mbret, jetofsh për jetë. Perëndia im dërgoi angjëjt e tij që kanë mbyllur gojën e luanëve dhe ata nuk më kanë bërë asnjë të keqe, sepse kam dalë i pafaj përpara tij. Por edhe përpara teje, o mbret, nuk kam bërë asnjë të keqe. Atëherë mbreti u gëzua shumë dhe urdhëroi që Danieli të nxirrej nga gropa. Kështu Danielin e nxorën nga gropa dhe nuk u gjet mbi ta asnjë lëndim, sepse kishte pasur besim te Perëndia e tij. Pastaj mbreti urdhëroi që të silleshin ata njerëz që kishin paditur Danielin dhe i hodhën në gropën e luanëve. Ata bijtë e tyre dhe gratë e tyre, dhe para se të arrinin në fund të gropës luanët, u hodhën mbi ta dhe coptuan tërë kockat. Kemi Danielin pra që ishte një person ose një njeri që ishte i qëllimshëm dhe e kishte ndarë mendjen se çfarë do të bante me jetën e tij. Do të lavdëronte Zotin. Pra, një mësim për ne është
a jemi neve të qëllimshëm? A duam ne me jetën tonë që të lavdërojmë Perëndin? Çdo fëmijë i Perëndis ka nevojë për një person që është i qëllimshëm, që do ta çojë gjën e tij në fund. Keni vënë re që asnjë nuk e respekton një njeri që është i pavendosur, dikë që nuk ka drejtim në jetën e tij? E keni vënë re që nëse është një njeri i tillë, as e di që do për vete. Ndërkohë që dikush nga ana tjetër që është me vullnet të fortë dhe i vendosur dhe shpesh e di shumë mirë qëllimet e tij, e di se çfarë do të bëjë me jetën e tij. Keni vënë re që jo vetëm që merr respektin e tjerët, por kërkohet dhe zgjidhet me të tjerët për çështje të vështira. Për të kërkuar vullnetin e Perëndis dhe ta përmbushim atë në jetën tona, pa patur parasysh rrethanat, neve duhet të kemi besimin tek Perëndia. Ne duhet të kemi një kohë sistematike në lutje me Perëndin, në mënyrë që ne të jemi gjithmonë të palëkundur, të kemi paqe në kohë vështirësie, të jemi pra palëkundur dhe të jemi në rregull me Zotin. Danieli ishte një njeri pra i principit, ai refuzoi të bante kompromis me bindjet e tij. E kishte të ndarë mendje se çfarë do të bënte. Ja edhe këtë gjë e dim që gjithashtu njerëzit admirojnë dikë që ka principe të tilla, që e di se çfarë do të bëjë në jetën e tij. Është besnik, ka respekt për veten, edhe ka respekt për Perëndin. Nuk e di, e keni vënë re gjithashtu që njerëzit, qofshin njerëzit më të këqinja, më të ligjshëm, të mundshëm, në biznese, kudo, neve dimë dhe kemi parë që ata në vendin e tyre të punës zgjedhin pikërisht njerëz të tillë, njerëz me principe drejta, njerëz që janë të qëllimshëm, njerëz që që kanë besim tek Zoti. Edhe këtë re e vum gjithashtu edhe me Danielin, që mbreti e zgjodhi atë ta vendoste në krye të mbretërisë. Danieli kishte edhe një pastërti shpirtërore. Vum re që gjithashtu që kundërshtarët e tij nuk mund të gjenin ndonjë gabim. Edhe në të gjithë punën e tij çfarë ai bënte ishte në rregull. Kishim këta guvernatorët, prefektët që ishin komandantët, edhe të gjithë këta nuk po gjenin ndonjë gjë gabim tek ai. Edhe çfarë bën? Bën që nxorën një dekret që mos ti hiqnin të drejtën që Danieli të lutej. Danieli edhe këtë gjë nuk e lejoi që të ndodhë. Edhe ne si krishterë pra kemi gjithashtu nevojë që të mbajmë pastërtinë tonë, në sjelljen tonë, në jetën tonë, në mënyrë që Perëndia të jetë, të vazhdojë të na bekojë. Tu nuk bëhet dallim moshë, qoftë i ri, qoftë i vjetër. Nuk bëhet dallim gjinia. Njerëzit të cilët mbajnë pastërtinë në marrëdhëniet e tyre me të tjerët, shpesh herë vum re edhe sot me Danielin, po edhe në jetën tonë të përditshme. Njerëzit u jepen përgjegjësi të mëdha, edhe zgjidhen për përgjegjësi të mëdha. Danieli ishte një njeri i qëllimshëm. Principi dhe pastërtia shpirtërore janë disa karakteristika që njerëzit e sotëm ka nevojë të shikojnë. Bota ka nevojë të shikojë. Danieli shpenzonte kohë në lutje, edhe neve vum re gjithashtu që Danieli u sfidua deri në pikën që ai të hiqte dorë dhe nga lutja. Danieli nuk e bëri. Zgjodhi që të hidhej në gojën e luanëve në mënyrë që ai të mos hiqte dorë nga Perëndia. Për neve sot, disa gjëra që të mbajmë në mendje. Ne nuk duhet të bëjmë kompromis me paqen tonë që
kemi marrë me Perëndin. Ne nuk duhet të shesim përjetësinë tonë lirë, sepse nuk ka çmim, nuk duhet ta shesim. Nuk duhet të heqim dorë nga pastërtia jonë shpirtërore që Perëndia na ka dhuruar. Nuk duhet të heqim dorë nga koha që ne duhet të shpenzojmë me Perëndin. Mendja e fortë është me Perëndin. Po ta veni re, mendja është një forcë shumë e madhe. Keni vënë re kur hyn frika që në moment që trembesh ti të plasin djerë ftohta, zverdhesh, bën ato ngjyra edhe nuk ndihesh rehat, vetëm ai momenti që mendja i dha urdhër gjithë trupit. E njëjta gjë me ne. Nëse neve kemi një marrëdhënie të shëndosh me Perëndin, atëherë çfarëdo vështirësish na vinë përpara. Një gjë që neve duhet kuptojmë është që ne nuk jemi të përjetshëm thon pak. Duam apo s'duam ne.